Unë nuk e kuptova se si të kërkosh në komisione më shumë kohë edhe për të përgatitur për debatin dhe pastaj të vish tu thuash ndryshe. Megjithatë, kjo është ajo shembulli tipik i rastit kur nuk din çfarë kërkojnë. Megjithatë, në rastin fjalë, në cilësinë e kryetarit grupit parlamentar, kam kërkuar shtyrjen për seancën pasardhëse. Nuk është as pak e vërtet ajo që u tha këtu. Garda e Republikës është një institucion elit në grupin e institucioneve të sigurisë në vend. Punojësit e Gardës së Republikës meritojnë respekt. E vërteta është që gjithmonë duhet i ofrojmë mbështetjen tonë Gardës së Republikës, e cila bën një detyrë të rëndësishme, dhe ndërkohë çdo lloj akuze apo insinuate dhe çdo lloj shpifje ndaj Gardës së Republikës është e ulët. Garda e Republikës i shërben autoritetet e shtetit pavarësisht nëse je sot në qeveri apo je sot në opozitë. Kështu që zoti kryetari i Kuvendit i qëndroi propozimit tim, ka qenë një propozim edhe nga kolegë deputet opozitës në komisione dhe është një praktik pune për shkak se kemi shumë çështje të tjera. Kjo çështje të kaloj për shqyrtim në seancën e datës 23. Faleminderit.